Miksimi fjalëve të huaja me shqipen shkurta i kërkoi të merren masa nga institucionet dhe shteti për rregullim të situatës. Rritja e zhvillimit teknologjik dhe përdorimi intensiv i rrjeteve sociale kanë sjellë një trysni të lartë në lidhje me përdorimin e fjalëve të huaja dhe shpeshherë me një lloj miksimi të tyre me gjuhën shqipe. Profesor Gjup Valin Shkurtaj, pjesë e nismës Fol Shqip, shpreh se është e vështirë pastrimi i fjalëve të huaja në përditshmëri, por dëshira për të shprehur modernitetin në këtë mënyrë nuk është rruga e duhur. Ai shpreh se gjendja nuk është alarmante, por kërkoi të merren masa nga institucionet dhe shteti për rregullim të situatës. Vrulli i zhvillimeve teknologjike duket se ka prekur edhe gjuhën, fjalët e huaja të miksuara në gjuhën shqipe janë një shqetësim.